shumë modele fitnessi, Dorina Mema, mirë se erdhe në WTF. Pse sipas teje Shqipëria po qan për 2 gram burrëri? Të favorizojnë transhumanizmin mbi normalen. Pa ti po thua ajo nuk është normale. Të pjesën e Ozempikut, Manxaros, Pije këtë se të bën mirë, merre këtë se të bën këtë trup. rënje në peshë për Ozempikut si Ledion Liço, Sara Hoxha. Që në Majmend Rozana Radi e bëri, është ndryshe kur ti e merr në barku dhe është ndryshe kur ti e merr kokën. Dollar në Vdesi qarkullim. dikush prej përdorimit të Ozempikut? Që kalon deri në komplikacione, deri në A është Eglitako e bërë me palestra? Janë disa personazhe që kanë bërë dhe proteza. Hekur është ajo proteza, qa është? Hekur. Nuk hajt fasole për gjithë! Freshi. Ore, ç'a I ke këto? më bu? Letër higjienike, letër duarsh, limon. Limona, letra higjienike, të gjitha se jam shumë smur. Ç'a ke mo, ç'a të ka kapur? Ta dish ti ku kam qenë unë. Po e di se vetë me këto duar të çova. Këto duar të Jo, ço, po se ta dini din- që do smurësh. Jo, po ta dini çam keni bërë, që më dhëmbi gjithë trupi dhe jam ftohur aq keq sa unë. Dëgjoj këtu. Trurin e ke më mirë të paktën. E, Se është oksigjenu. Dëgjoj këtu mos na akuzo kot se këtë gjendje nuk të kemi bërë ne, po të ka bërë ajo. Ajo fat. Ajo, që ka kemi bërë. sot të ftuar dhe besoj do kënaqemi jashtëzakonisht shumë modele fitnessi, Dorina Mema, mirë se erdhe në WTF. Publiku në studio. Ta i tregot vërtetën që e ke nga alergjia. Mos ha panikot që Dorina s'mund njerëz. Është e vërtet që kam nga alergjia, ama mua më dhëm çdo pjesë e trupit, sepse më ka dalë shpirti. Imagjinon një xhirim bëm. Dhe një tek xhirimi, imagjino të kisha bërë një ditë komplet ose një stërvitje. Ama u kënaqem. U kënaqe ti? Absolutisht, do nuk kënaqe shumë. Dorina, po ti s'ke parë rezultatin final, që video dhe inserti që ne kemi montuar, që është lot. Është lot. Nuk e vën dyshim. Do them ta ndjekim. Ta ndjekim? Ju këtë, Çfarë do bësh? Okej, na bëj pakuj me limon. Do ikësh. do iki se unë s'mund të rri dot kështu në këtë gjendje. Pse? Mendoj se ju prish emisionin, po. Jo. Edhe letër higjienike. Edhe letër higjienike sa Allah ku të zahalli. Që shumë suksese ju dua është ndrifshi. Dorina është shumë e mirë. Kam falur për të gjitha. Ju jeni kacamistra shumë të mirë. Pikërisht. Ashtu doja bë me emrin kacamistra. Ndjekim insertin. Hej yje, më falë që ju ndërpres intervistën, por që të na mbështesni ne si Andale dhe WTF Show, që të shikoni material sa më të bukur, mos harroni të bëni subscribe më poshtë, sepse çdo gjë matet me numra dhe me shifra. Ndiqeni tani intervistën. Ko është kam te? Kush kem palestër? Dita parë thot. Po, vite parë. Prandaj dhe unë me Fatosin kemi përgatit një gjë speciale për Se? të. Kemi përgatitur pyetje dhe kemi dikë special që po të pret brenda. Mos ja fut kohë. Fatos dhe do psojmë dot? Nuk e di deri të premten duhet të jesh kështu qiqë. Duhet jesh fit për emisionin se kemi një person shumë fit sot. Po unë duhet ta bëja vetëm. Si ju duhet dhe juve. Ne dhe gjithë shqiptarët që po na ndjekin, hajde futu. Hajde, bëu gati. Dit përpara het. Hajde. Dorina, na fal që të ndërpresim. Hajde. Shive këtë kemi sjell. Kostjane. Keni sot të Dorina? Sepse Dorina është ftuara e emisionit ton këtë javë në WTF dhe si sfidë Dorina, aman do na e dobësosh deri të premten. 3 ditë kohë kemi. Çfarë sot? Sot është E martë. Po i bie do jetosh për mua. Na duhet fit të luta. Nga shtëpia ime ka ikur dhe Irsi. Aty ka vetëm fara, ka vetëm çajra. Mund të ishte lën kockash. Që oksigjen ka të pak të fit? Pafund hidrogjen në Tani ujë. çfarë ushtrimesh mund të bëjmë tani për momentin?
që ta sillin pak në vete. E që të qeshin edhe miqtanë. Po, se kemi përgatitur sa pyetje ne. Hajde, ec aty, ec, bëll me fjalë që Dy nxjerrin frymë më lart. Marrim Sa është rënja katrore 144? 12. kush është heroi kombëtari shqiptar? Skënderbeu im. Çfarë elementi ka simbolin kimik O2? Është oksigjeni. Në cilin kontinent ndodhet lumi Nil? Është në Çë kontinent India, ma është në Egjipt, mo Nili. Po jo mëse na shtetin. Dorina vazhdo. Vazhdojmë. Middle East, Doriani tha. lindja e mesme. Gjua të fut ku? Ku të fut gjua? Shprehje popullore. Ku të fut gjua? Vazhdoni me Të s'fut ty gjua. Ti vazhdo shtrimet njerë që mungeti madhe. Gjua Vazhdo, të një. fut në bela. Në Sa bela. vite ka një shekull? 100. Kush e shpiku teorinë e relativitetit? Einsteini, më të janë 4 orë. Cili është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri? Durrësi. Bravo! Cili element kimik është më i bollshëm në univers? Po kjo është me i lesë Dorina i di këto. Ha Dorina? Po Dorina, po ti pse s'po? Vazhdo këtu zjadu. Hop. Banço? Të dy kam bët, shiko kam bët si kam. Hajde si balerin, balerina cappuccina. Cappuccino assassina, la 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 la. Costanino Ballerino. Prit. 10 gradë. Sa është 87? 56. Po sa Bravo. dërsa? 49. Shihemi në raundin e radhës. Jo. Ora, moj? Bëj frymëmarrje gol. Po Dorina, dua trupin atit atij. Po, do ta bëj. Është i çik. Do ta bëj. I çik, ha. Hajde ta bëj. Do të mo se zona. Shiko tani. Po më kruhet vet. Do ta provosh pak litarin për qef. Se këtu ke një crossfit të lirë, mund të bësh çfarë do lloj programi që ke qef. Për shembull, e ke parasysh Tarzanin? Po. Ta provojmë një herë sa të mbajnë krahët, është një test. Hyp lart, e ndihmojmë bejtën duke. Ate. Gjir Tarzani për ta vetë. Jepi Mogli yn. Oj. Tani do vish deri tek unë. Kujdes mos merr para Dorina ama. Ne është se unë përmbaj për të shohim. Lopat në aksion. Oj. Si është ajo? Do e vendosim në shpinë. Kujdes syze ato. 1, 2, kaloja. Tani, si partizanët, ecim. Këmba majt. Ketur të shumë mirë të djathtën. Vazhdoni shprehjen e urtë. Në shtëpi të huaj bëhet si I shpis vet. si miza nën lesh. Si kërmili. Cili oqean është më i madhi në botë? Oqeani, po qyceman more, pajsori. Kush e shkroi këti lautën e Malcis? Bravo. Kontinente ka botë. I keni zë rrugën. Jo, këtu ka hile. Jo, hape një pak rrugën. Tani, 1, 2, ecim këtu. A ecim? Cili është organi më i madh i trupit njeriu? Lëkura. Cili është liçeni më i madh në Shqipëri? Tani, unë do thoja Ori, po kemi të Shkodrë, sepse Ori na e ka marrë Maqedonia, besoj se na e kanë mbjedhur. Vazhdojmë? Qullje bërë, Iku, 1 kile oqëm. Iku 1 kile mi. Do ndrojmë bluzën tani. Tani, në fshat, nëse do jetoje në fshat, do shtyje diçka. Një karrocë për pastruar barin, apo një karrocë që mban materialet. Ke parasysh ato karrocat me një rrotë? Se jo ç'është ajo? jo çdo punë është traktor që ti ulesh dhe i shtyp butonin. Ah, pse nuk, unë ashtu e dua. Nuk ka kështu? Ja, tani Ç'është me është. taç?
pengesa rruga. Shtym, hop, 1. Merr frym. 2, ec. 3, 4, 5, 6, 7, Haj, bëra! 9, 10, 11. Jo. Edhe unë sipër, shtyje tani. Në stacion jo, Dorina, zbrit. Kapët për të tërë. Futu, hop, 1, 2. Jo, i kanë dhe, i kanë dhe, Hajde tani. Hajde, një që të ndihmoj unë. 1, 2, bauni, ecim. Zbriti të erdhët në lushë, zbriti marë. Këti që sot. Ushtrimet me kërcime janë shumë të mirë. Hop, hop, fryp, hop. Hajde me kërci. Jo, hidu, uno, hidu, hop. Dhe unë do e kisha futur tek ai cepi duke I bërë stretch sepse sot është dita stretching për të. E kupton? Do e kishim çuar Larguam tregua I zgjuar. E kuptoj se kur erdha I them unë ke tuta sporti me vete? Dorina e lëm pas Kostiani dhe I urojmë shërim sa më të shpejt, por duam të kalojmë pak tek disa deklarata se ti mbahesh përpos të tjera, përpos Fidesit mbahesh që je shumë e sinqert, je shumë e drejtë për drejtë dhe ke bërë disa deklarata që kanë trazuar rrjetin se ne kemi bërë kërkimet tona apo jo misi. Dhe një nga një nga deklaratat është që mblesëria është gabim. Martesa jote ka qenë mblesëri dhe ti duket sikur ke zënë më nga ai gabim në thonjza. A nuk mendon që dhe njoja e të rinjve sot në rrjetet sociale, në aplikacione si Tinderi e të tjerë, është dhe kjo e gabuar? Si duhet jetë njoja ideale sipas teje kur mblesëria është gabim? Që të flasim për njojën ideale duhet të jetë ballë për ballë, rastësia është mbreti më I bukur I njojave, por nëse do flasim për mua mbet qefi që ju të rinjt shikoni deklaratat e mia, se unë për ju I flas. Jo që ta dini. Atëherë, kur kam qenë e re, unë kam qenë shumë rebele, kam qenë shumë studente ekselente, nuk pranoja humbjen, rria gjithë natën për studiuar për ta fituar atë që doja. Fitoja edhe debatet, kemi pasur disa evente, ku te këto debatet vinte edhe politika kapte disa element që I merrnin në shumë evente, por familja nuk më lindë sepse ishim në kohë trazirash 97. Dhe nëse ne do ju tregojmë ju kohën tonë, gjithmonë Irsi nxjerr një njerëz që po sfilitet duke ngjitur malin dhe thot mami kur tregon rrugën për në shkollë. Na bën meme, sepse ju na bëni meme. Por ditë ju them se ajo periudhë është shumë e mirë. Është shumë e mirë sepse ne ju I doni gjërat me thik. Ju vini dhe thoni, ky është bullizim, ju I vini një titull çdo gjëja. Atëherë, marrëdhënia njerëzore është balans. Ti duhet krijosh një balans me prindrit. Ti nuk do t'i mërzisësh prindrit kur ato duan një martesë me mblesëri në këto kohë trazirash, gjë që unë kam bërë. Pra të mos mërzisësh prindrit është një detyrë juaja, sikurse është detyra e prindit të jetë një guardian, pra një ëngjëll mbrojtës I fëmijës. Ju sjeni prona jon. Jo, e absolutisht. Por ne kemi detyra ndaj jush. Si përfundim, Tinderi vlen, ta shkarkojmë ne? Si përfundim, unë di të them që ballë për ballë është njoja më e mirë, sepse mbrapa kompjuterit mund të jetë gjithçka, mund të ketë papritura dhe do zhgënjeni, mos I jepni vetes mundësi për zhgënjim dhe kohën e jetës mos e harxhoni me zhgënjime. Pra kur ju jeni të zgjuar mjaftueshëm, thoni, aty mund të jetë një zhgënjim, zhgënjimit gjithmonë duhet ikësh. Duhet ik nga zhgënjimet, sepse përveç se të jep një ndjesi që ti je një me veten tënde ti thua a jam unë I paaft, pra fillon dhe dyshon të vetja,
të jep dhe memoria. Njeriu jeton me memoriat. Ndërkohë me qenë se jemi te marrëdhëniet, ke marrë pjesë në disa emisione, sidomos te Fevziu, ku keni folur për seksin dhe ke thënë që seksi ngatron marrëdhëniet njerëzore. Pse mendon të tilla? Nuk Kjo ka është qenë te rëndësishme? Bjeta. E para u lodha, thash pse më pyesin mua për seksin. Këto ndoshta shikonin trupin në fitness, po unë trupin në fitness e shikoj anatomi. Ndërkohë që syri i njerëzve shikon atë sensual, seksual. Jo, unë nuk e shikoj të tillë. Dhe ishte ai momenti kur më lodhët me këtë pyetje dhe them seksi është më i shpifuri kur ju e përmendni kaq shpesh, sepse ju kaloni në një marrëdhënia njerëzore është e mrekullueshme kur ti shikon hapat e saj, kur ti shikon degët që ajo kalon, çfarë ndodh, ngjyrat që ka. Tani ti mirë e ke Ne me nuk ngjyrat. flasim për këto në rrjetet sociale kur kemi tema publike, por shkojmë tek ajo privatja, por private në të gjitha jetojmë dhe duam ta kemi private sepse është e bukur privatja kur qëndron e tjerë. Po, ti mirë bën që mendon kështu, po unë kam miqtë e mi që në tavolina kafeje më thonë që në qoftë se nuk më ngjit në krevat, nuk e vazhdoj njohjen fare. Është djali i mirë, punon, i ka të gjitha të mirat. Kjo ka të bëjë me atë që krevat nuk folëm. punon. Jo, kjo Pse e kanë të rinj këtë mentalitet sipas Jo, teje? nuk është mentalitet. Është mentaliteti i gabuar. Ajo është pjesa e zgjedhjes. Mendësi e gabuar. Ku ti jep rëndësi, absolutisht jep rëndësi marrëdhënies fizike, nuk diskutohet që duhet sepse është kimia. Kjo është një kimi shumë e rëndësishme në jetë. Unë nuk po them seksi, unë po thoja seksi narrativ në të folur në ekran. Normalisht edhe ju e keni kish kuptuar. Unë po thoja që është një narrativ kur ju e shprehni midis shumë marrëdhënieve njerëzore të seksit, kemi shumë marrëdhënie për të folur. Kemi shumë për t'i dhënë teleshikuesve, kemi shumë për t'i dhënë fëmijëve. Pse duhet shkojmë pikërisht Direkt tek ajo. Sepse seksi është midis çiftit. Po, për sa i përket burrërisë, pse sipas teje Shqipëria po qan për 2 gram burrëri? Është një deklaratë tjetër që ti ke bërë dhe ka nxitur shumë debate në rrjet, qasja jote ndaj komunitetit LGBT, tani ti sqaroj mirë këtë gjë. Komuniteti është ngatruar vetëm me mua, jo unë me ta. Sepse të flasim për një komunitet, unë e kam thënë shumë herë, komunitetin këtu e kemi të qetë. Unë kam folur për politikat liberale. Ku njerëzit po flasim ndoshta rrjet patronazhistësh, komentet e tyre për të më anashkaluar që mos futem drejt politikës. Unë shpjegoj shumë mirë politikën liberale. Unë e datoj shumë mirë ç'po bëjnë ato dhe ku po shkojnë ato. Por nuk i pëlqen se si unë e transkriptoj ato në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, për ta kuptuar ju dhe ç'duhet të zgjidhni ju. Pra ishte një keq kuptim, po thua. I bëjnë keq kuptimet këto se duan t'i kalojnë si keq kuptime. Por unë po e tregoj tamam që politikat liberale e favorizojnë transhumanizmin mbi common sense-in, pra mbi normalen. Ne nuk mundemi dot të favorizojnë transhumanizmin mbi normalen. Ne duhet të respektojmë një përqindje të vogël që është ky Pra ti komunitet. po thua ajo për atë nuk që është normale. Po ne kemi respektuar komunitetin, nuk e kemi ngacmuar asnjëherë. Do ta pranoje ti Dorina prindin alfa promovimi me prindin B? Ndërsa Si liq? një sekond, promovimi politik e di si vjen më pas. Vjen një ligj që thotë ky është ligji dhe ti do ta zbatosh. Dhe ky është ligji sepse ne po ndërhyjmë në kodin familjar. Unë nuk mundem do të lejoj që nesër kur të bëhemi gjyshër, ne në kodin familjar të kemi një ligj ku shiko se fëmiu yt tha që unë sot ndihem vajzë dhe duhet të t'i injektojmë hormone se ndihet i tillë. No. Unë nuk e lejoj këtë sepse unë e di çfarë sjell një Po në politikë qoftë liberale. se fëmia është 18 vjeç. Ndërsa nëse bëjmë një debat konstruktiv, nëse un kam një djalë që ka këtë lloj jete, dhe unë ja respektoj jetën private, drejtën private unë respektoj pafund, them se ata janë shumë të respektuar nga ne kur e mbajnë private sepse dhe vetë janë më safe. Janë atë ku polën e tyre më Interesante kjo, se dhe stresi kështu tha në një intervistë. Janë më mirë. Pra, është kundra atyre që e bëjnë publike? Jo, nuk është publike. Publike bën mirë që e bën, sepse ti dëmton femrat. Sidomos në edicionin e fundit Big Brother patëm shumë. Po, në flirtim, femrat mund të flirtojnë me një djalë që është gay, dhe ai po të jetë fair dhe të thotë që shikoj se un kam interesa për gjinin brenda llojit, është diçka e ndershme dhe unë e vlerësoj ndershmërinë te këto. Absolutisht. Pra të ky komunitet që e thot ndershmërisht është fantastike, sepse e shpreh atë. Por në momentin kur ti bësh pjesë e një politike indoktrinuese, me dhunë, me fonde, unë e shikoj pak të frikshme këtë pjesë, sepse këto fonde për çfarë po jepen. Unë do i shikoja këto fonde frydënëse tek fëmijët autik. Pra unë dua të bëj një lexim epigenetik për 1000 fëmijë autik që kemi këtu në Ballkan, nuk e sponsorizon njeri.
E kuptoj. Më kuptove, sepse unë e shikoj shumë të aftë. Një djalë që ka ndjenja për një djalë tjetër, unë shikoj njëri normal, nuk ka nevojë as profonde se punon, talent. Okej. Unë shikoj njerëz normal. Janë të shtypur. Prandaj Tek pjesa e bullizimit të ofendimeve, unë e kam thënë, nuk jam as pak dakord, sepse duhet të kudo, jo vetëm këto, janë shumë komunitete që janë gjithmonë njerëz i drejtçarjes, e kemi këtë. Ballkani është shumë i egër, dhe Shqipëria është shumë problematike në pjesën e të narratuarit të argumentit. Argumentin, nëse ti ke diçka që s'të pëlqen, gjej fjalët e duhura, sepse ke bërë një shkollë, ke bërë një gjuhë shqipe, gjej fjalët e duhura për të thënë pse s'të pëlqen. Dhe bëjmë një debat konstruktiv, sepse këto janë politika, tashmë, meqense LGBT-ja është bërë politike dhe ka totalisht mbështetjen e liberalëve dhe këto liberalë janë totalisht kundër ne konservatorëve, atëherë duhet bëjmë këto debatet konstruktive që të dalim diku. Por nuk ke nevojë as të zihesh, as të shqyesh, nuk jam për këto. Më kupton? Është tjetër gjë pastaj se si shkon nga komentuesit, se si merr rryma, se si ngrihet dhe se si e merr komuniteti, se si duan të merr turma para. Mos na prektin ne. Jo, do ju prekim. Më trego, do ju prekim. Më trego pse duhet ta bëjmë kështu dhe ti duhet më kuptosh pse un po them kështu. Pra duhet një debat konstruktiv, po flas, gjithmonë misor. Dhe un do thoja, un për shembull kam dëgjuar këngët e Elton John gjithë jetën. Po. Çfarë do thot? E dua atë. Un kam një doktor që është i tillë. Shkoj, pi kafe, e kam mik, e dëgjoj dhe thot, është shumë mirë për ne ta kemi jetën private mos të flitet fare, për ç'ti bëjmë politikave. Më pëlqen që ti ke një qëndrim dhe kjo nuk nxit urrejtje siç mund të kenë shumë personazhe publik. Pra ti ke mendimin tënd, ti ke njerëz që janë pjesë të komunitetit që të rrethojnë ty dhe sërish thjesht thua mendimin tënd. Amberi për shembull. Amberi për mua ishte i favorizuar kur ishte në BIK, karizmatik. I favorizuar. Në fund pati një sjellje shumë ndoshta u lodh. Ja, u lodh. Unë mendoj që u lodh. Domethënë, u lodh ndoshta ishte mënyra e produksionit që organizonte të tillë, nuk e marrin vesh se duhet hysh në bik që ta kuptosh çfarë ndodh. Dhe unë isha me Amberin kur ishte në fillim ekzistojnë të tillë njerëz. Është komunitet i vogël. E shikojmë si sillet. Ai thot nuk përfaqësoj askënd, përfaqësoj zgjedhjen time, nuk dua ta promovoj. Pra më pëlqen, është aty ku jam. Madje Amberi nuk donte të asocioj as me komunitetin. Shikon jetën e tij. Pra e gjykojmë dot? Jo. Okej. Por ishte dhe pro konservatorizmit për pjesën e fëmijëve, këtë që kemi ne. Sepse ne këtu i kemi kufit. Domethënë është ajo pjesa humnerës që kam thënë. Domethënë, ti vendosim gard një humnere. Jo të shkojmë drejt humnerës duke qeshur sa bukur, sikurse ishte pjesa e politikës Kamales apo Trudos, që më shikoja me shumë frikë. Të mos kalojmë tek politika dhe të kalojmë pak tek showbizit, i lëm pas të gjithë bisedat e sapo. Po shpjegojmë pjesën e deklaratave dhe është patjetër. Besoj se më kuptuat. Të kuptuam dhe urojmë që të publiku të ketë kuptuar dhe të jenë sqaruar këto deklarata. Një deklaratë tjetër ka qenë një debat që ti ke me vajzën tënde me Irsin, ku kishe postuar një foto të Shrekut me bashortën e tij që debatonin dhe the, kjo ishte Shreku me Gomarin. Me Gomarin që debatonin. Shkonin në pyll dhe Shreku i kthehet dhe kisha shkruar që gjatë rrugës për në palestër, se tani vjen vera dhe ka filluar dhe ajo po vjen. Dhe ajo që më shpjegon se sa e bukur është bota e operacionet plastike. Tani çfarë mendon ti për operacionet plastike dhe këtu dua që të cek pak dhe pjesën e Ozempikut, Manxharos, që njerëzit po preferojnë këto mënyrat e thjeshta të transformuarit veten. Po, duhet ta theksojmë për teleshikuesit se gjithmonë ka keq kuptime në komente, po flasim Ozempiku, transformimi i trupit, djegja dhjamore, po flasim mirëqenia e trupit, balanca e situatës që kemi ne me ndërtimin muskular që është një database kundër plakjes që na shërben dhe për mirëqenie, por dhe për prodhim energjie. Unë kam marrë një telefonat shumë të çuditshme, ka qenë viti 2015. Këtë nuk e kam thënë. Nga kush? Më kërkuan në Facebook numrin e telefonit dhe ishte një profesor nga Kanadaja. Dhe ai thotë, po bëj një studim për një enzim që quhet AMPK. Dhe unë them se këtu ka filluar gjithçka. Sepse ne quhemi biznesi trash, fitness, pra që ne e realizojmë situatën që ti e shikon dhe thua, e dua bargun si Dorina, dhe thua pastaj
nuk po bëhet në palestër, nuk po realizoj dot, nuk po kam ndoshta ushtrimet e duara, dietën, genetikën dhe kush janë të zgjuarit në këtë mes? Janë ato që e kapitalizojnë atë foton time në monedhë. Industria estetikës po thua. Industria monetare e cila ka ndërhyrë fuqishëm, pa kontroll, Po bëhet pa një limit. biznes. Dhe kjo ishte shumë e përkrahur nga bota liberale. Dhe unë ndaj politikën liberale nuk e përkraha. Këtu ka filluar studimi im ndaj politikave liberale. Pikërisht për mirëqenien e trupit se si ato sakrificën ton, disiplinën ton, po e përkthenin në forma më skandaloze të pije këtë se të bën mirë, mere këtë se të bën këtë trup. Domethënë, në momentin që FDA-ja ndalon dhe steroidet, që bodybuilding e përdorin dhe e din mirë sa keq të bën, sepse ato shfaqen shumë bukur, lulëzojnë një periudhë, ndërtojnë atë mbretërinë e tyre me fancat e tyre, pastaj zhduken shpejt, sepse kjo botë kap dhe pasoja. Dorina, duke qenë se Ozempiku kemi dëgjuar që ka shumë pasoja negative. Ne në botën e showbizit shqiptare kemi vënë re shpesh dhe madje thonë që dhe fytyra duket që është rënje në peshë për Ozempikut si Ledion Liço, Sara Hoxha, Fifi, thuhet që kanë rënë nga pesha për shkak të Ozempikut. Në fakt, sepse ka qenë drastike. Shumë në showbiz ky ilaç. Që është futul kaq shumë? Ne nuk e kuptoj dot. Pse me ilaç diabetik është Kompleksiteti dhe ky bullizimi që ne folëm dhe njeriu që nga qenie shumë e çuditshme. E di kur kujtohet njeriu që vetëm kur shikon deri në spitalet, se sa rëndësishëm është shëndeti, e marrin dhe nuk e kuptojnë efektin anësor dhe nuk bëjnë analitikën totale të trupit që ti mund ta përdorësh të apo jo, sepse ti mund të kesh një komplikacion ku ty nuk të lejohet. Karcinomat e tiroides janë të parat. E bëjnë thjesht për të dukur bukur ndoshta. Por dhe brenda një viti, 2 vjetësh ka një efekt anësor diku. Mua më vjen shumë keq për efektin anësor të syve. Unë shikoj syrin si organin kryesor jetik. bie shikimi? Atëherë, kjo ka të bëj, janë disa diagnoza të diabetikëve ku fillon mjergulla e syve dhe shumë diabetik pleqërinë e kalojnë edhe në verbëri. Sepse duhet të ndiqen nga mjekët. Ndodh kur ti merr insulin, bie i gjithë sheqeri. Por jo, i bën shumë keq enëve të gjakut të syrit kur ti e ul me një herë atë glukozën. Dhe kjo GLP-1-shi, po thoja edhe për këtë enzimën AMPK. Pra, kemi të bëjmë me ngrënësin e sheqerit, që t'ja u them shqip. Dhe ky proces i ngrënjes së sheqerit, që ishte metformina, një kokër, por që kalon nëpërmjet mëlçisë, dhe mëlçin nuk duhet ta lodhim. Pra, është ndryshe kur ti e merr gel, që lyhet hormoni, është ndryshe kur ti e merr në bark si pjesa e Ozempikut, dhe është ndryshe kur ti e merr kokër dhe kalon nga pjesa e rrugëve trece, nga pjesa e përshtymës që zhvillohen. Enzimat e tjera fillon dhe mëlçia ka ngarkesat e saj dhe toksikologjia e mëlçisë është shumë problem. Është një problem e veta. A mund të vdesë dikush prej përdorimit të Ozempikut? Po ka komplikacione, absolutisht po. Këtë ta thonë Pra mjekët. Nuk është kompetenca jonë, është kompetenca e mjekëve. Merr një mjek, endokrinolog, ta sugjeroj që ta pasojmë këtë puntat, sepse minutat janë shumë të pakta që unë t'i futem, dhe endokrinologu do të ta shpjegoj se sa kollaj mund të vdesë një njeri kur merr dozën e gabuar të një medikamente. Ozempiku tashmë është edhe në studim nga FDA, EMA dhe Health Canada, të cilët po e mbajnë në vëzhgim me studime. Pra personat që e kanë konsumuar apo vazhdojnë ta konsumojnë janë në vëzhgim për të parë dhe efektet anësore të saj. Unë kam bërë një postim 2021, mos gënjej, dhe them mos e konsumoni. Sepse ka të bëj me peptidin e diabetikut. Dhe e para që preket, që është rreziku, është syri që unë do thoja, dhe unë po thoja edhe me pjesën e humbjes së masës muskulare, dhe kur humbet masa muskulare dhe nadi dhe elementët që ne i kemi janë disa element anti-aging që prodhohen gjatë humbjes së energjisë, sepse ti vërtet je lodhur në palestër, po ti të nesër ndihesh shumë mirë, sepse trupi yt çfarë çliron? Elementët kundër plakjes, rrëzimi
i enzimave, rizimi i funksionit metabolik. Ky funksion metabolik çfarë zgjon? Të gjithë kemi një proces genezes mitokondrial. Po kjo është shumë e mirë, sepse zgjon edhe pjesën e geneve që na ndihmojnë për mos të plagur, për të rritur qelizat e reja. Por këtu duhet kemi kujdes, është pjesa e abuzimeve që bëhet, prap me disa medikamente të tjera, apo anabolik, që nuk shkojnë ta bëjnë në zimin e beta 2 dhe beta 3 receptor për të djegur dhjamin me rrugët bimore natyrale dietologjike dhe disiplina të ndihmon shumë, disiplina sidomos ajo e mëngjesit në orën diellore, por shkojnë e bëjnë me steroide dhe ajo jep komplikacionet e saj në mëtor që kalon deri në komplikacione, deri në kancer po flasim dhe degenerimin e hartës kockore. Më kupton? Sepse ato kanë zgjedhje të jetës personale. Ne nuk do i gjikojmë, ne thjesht mund të kanë edhe detyrë ndaj skenës, është detyrë ndaj skenës. Në sken duhet jesh i hishëm, duhet jesh i këndshëm, duhet jesh modern. Po dhe unë e këndshme jam, dhe pse e pa bërë. Besoj. Po. Nuk mund të gjykojmë edhe ato, për shembull kur ka qenë Adele e shëndosh, nuk është se as na vriste mos merremi me Adele, po merremi me Eglitakon. E kupton? Po. Eglitako, çfarë është Adele përpara Eglitakos? A është Eglitako e bërë me palestër apo e bërë në mënyrë ilegale? Ilegale ku ti thua ti, sepse ajo bën palestër. Nuk e njoh, unë më sa e kam parë, e di që ka qenë një ndër vajzat e viteve të fundit, nga vitet 2020 e këtej që kanë filluar të stërviten, unë kam plot si Egli në palestër, kanë disiplinë, vinë çdo ditë, mbajnë dietën dhe nuk i gjykon dot. Pra thua që Egli është e bërë me palestër? Po patjetër me palestër, sepse nuk i shikojnë ndonjë formë që ka dalë jashtë anatomia. Ndërkohë, dikush që unë mendoj që mund të ketë dalë pak jashtë anatomisë është Oriola Marashi, sepse gjoksi shumë i madh i ngritur, një beli holl, barku se ekziston fare, vitet e zgjeruara goxha, dhe është të themi shumë e gjatë, një 80 plus. Oriola kishte, unë e kam pasur të palestra dhe gjithmonë i thoja duhet të shkosh te Victoria's Secret për modele, sepse ke konstruktin e modeleve e holl, e gjatë dhe gjithçka që i vesh një modele në sken duket bukur, ecja, tempi dhe pozicionimi i fytyrës. Pra, ka shkuar tek Guess, aty ku i takon për hijeshin që ka dhe për anatomin që ka. Dërsa për pjesët e ndërhyrjeve, unë kam vite që se kam takuar. Se edhe drithijet, vaj trupit, bikini bukur. Photoshopi pak. Ta jep, se estetika fotografike, ta jep atë pjesën e bukurisë. Pastaj është art më vetë dish të bësh dhe fotot bukura dhe të pozosh, sepse Oriola di të pozoj. E para, duhet të dish të pozosh, është sekret më vetë të pozosh, dhe Oriola Belin e ka pasur gjithmonë, nuk e di në ka ndërhyra, po të rrisësh, unë mendoj që pjesa e gjoksit është femra, unë si Dorin. Dhe unë ja këshilloj çdo vajzë që ka lindur fëmijë apo nuk ka lindur dhe ka një shpatull të gjerë dhe ka një masë të gjoksit të vogël. Prezente. Unë mendoj që sipas anatomisë ti mund të bësh një rregullim. Absolutisht nuk ka njeri perfekt. Unë dua që të kuptoni që komplikacioni i irsit, i postimi shrekut, e di për çfarë flitet te vajzat e vogla. Kanë këtë komplikacionin e kërthizës që duan të heqin këtë dhjamin që mbron mitrën. Mitra ka vezora. Ju do bëheni nëna, ju do lindni, juve ju duhet balanca hormonale. Juve ju duhet shëndeti riprodhues sepse është femra vetë. Si mund të shkosh edhe vetë mjekët, ka shumë mjek që i përzon klientët dhe i thonë që nuk e heqim dhe nuk mundemi do të futemi në një operacion plastik. Dhe vajzat e vogla kanë kompleksitet me këtë. Dhe këtë do ta dalloni nga kërthiza e drejtë. Po, këtë do të pyes. Po flasim për kërthizën vertikale. Po flasim për një kërthizë që nuk është siç anatomia. Jo rrumbullake. Ka kërthiza që mund të jenë në forma të ndryshme, por anatomia kalon gjithmonë te rrumbullake. Është e dalë, po është rrumbullake. Në momentin kur hiqet ky dhjami, ajo kalon dhe bëhet, e ke nëpër foto kur është vertikale, aty ne i dallojmë tek potenciali dhjamor që është në depozitat që ne dallojmë përqindjet dhjamore. Pra ti nuk mund të jesh dot këtu 8% yndyrë dhe këtu të jesh 18% yndyrë. Pra ti ke bërë një ndërhyrje sepse dallohet lehtësisht nga ndryshimet e bazave dhjamore në vende të ndryshme. Okej, Dorina, tani
le të rikthehemi te personazhi i radhës, është Tajna në foto. Tajna duket e palestruar apo e bërë? Shikoj kërthizën fatos. Shikoja kërthizën. E ka rumbullake. Po Tajna është klient edhe ekipit tim në Kosovë. Prej kohësh dhe është e stërvitur dhe ka një trup shumë bukur. Ndoshta mund ta ketë dhe genetike dhe ka ditur ta mbajë. Vështirësia e dikush është nuk është të dobësohesh. Ti mund të mbash muskujt dhe të dobësohesh ndërkohë që mban masë muskulare. Kjo është pjesa më e vështira dhe kur ju shikoni këto dietologët që ju shpjegojnë dobësimin, ti pyet një herë këtë dietolog, e bën dot dobësim duke ruajtur masë muskulare pa humbur një qelizë muskulare? Okej, qelizat absolutisht janë qeliza që vdesin dhe qelizat e reja që prodhohen, por të mbash një masë muskulare. Kjo është më e vështira. Dhe Tajna mban masën muskulare, kjo më pëlqen. Bravo Tajna. Bravo Tajna. Kemi Soni Malaj që ka një super trup dhe super vitha. Do me thënë ka një formë brapa shumë të bukur. Nuk e kam hasur kur në palestër dhe nuk e kam par live. No comment. Më kupton? Po. Dhe këtë nuk mundem dot që të them që ka ndërhyrë te viti apo jo, sepse Unë ishte pash koha live kur si ishim te Misi dhe ishte shumë e bukur live, si trup, si fytyrë. Soni ka qenë unë e shikoja si vajzë më të bukur te grupi kur krijuan atë katshën, bandën, e mbaj mend në ato vite dhe i ka qenë e bukur. Tash i kishte tiparet e bukura. Unë e konfirmoj që dhe është, por pyetja është, a është me Linda Ademi? Po flas që ka qenë e bukur dhe nuk është se po themi që u bë sot. Okay, po. Këtë po thoja. E kuptoj. Melinda Ademi, reperja. Nuk kam informacion për Melindën dhe nuk po e shikoj mas kërthizën që e ka tërhequr apo jo. E ka të mbuluar sepse këto që e bëjnë thonë nuk e shfaqin shumë. Ashtu mendon ti, po bën thashë them, ë? Zemra, unë kam një uri të brendshme kudo. Po bën thashë. Sidomos për kërthizat, unë kam një databazë në kompjuterin tim. Për kërthizat. Ku kam kërthizat e gjithë vipave, kush e ka rumbullake, ovale. Janë disa personazhe që kanë bërë dhe proteza. Që do me thënë? Që do me thënë, po ne nuk i themi, sepse po. Pse zgjedhin protezat, se ka dhe fillera. Pse proteza, nuk është si mund vesh ti, hekur është ajo proteza, ç'a është? Hekur. Po tjetri. Ishte shumë. Po magneta. Po të vjen magnet, Po të lutem se vdes tjetri po i re me. Mendoj. Shiko, se vida fut dhe njeriu kur thyen këmbën, ja ku e kam thyer, kam pasur vida, ë? Ti duk shumë që ka ik vit. Po ti thua që pse të fusësh veten në siklete pa pasur siklete? Po po ta shpjegojmë pak çfarë është kjo proteza që kaq shumë e fusin në prapanic. Atëherë, siç bëhen pjesët e gjoksit, që është ajo pjesa e masës që flite ka qenë më i mirë inventor, si gelatin, e mbledhur, është edhe pjesa e vithave, që unë nuk absolutisht do thoja, do thënë, as mos bën një gafë. Mos e prek një vith. E para është një muskull që ti e përdor gjatë gjithë kohës, ulesh, ngrihesh, ka ngarkesën e nervit shiatik, periformi brenda, merr shtrëngesë, janë disa muskuj shumë të rrezikshëm. Drasti që ke se sa me protezë. Po stërvitu ai sa është anatomia jote, sepse duke u stërvitur të marrin dhe muskujt e shpinës, prit. Po do të stërvitesh nuk rritet ajo se e kam bërë. Nuk duhet. E ke bë. Jam stërvit dhe s'rritej. Ke programin gabim. Ke programin gabim. Ti je sigurt që ke programin gabim, një? Kush është kjo? Dhe bën shumë pak dy. E ka rritur ama era. Sa e ka rrit këtë mos e e ka rrit e maj në nësu. Era ka bërë me unë e kisha partner në gara, kur garonin, në fitness, jo, tranierin e erës, Exonin. Çfarë thoshte? Exoni është ekstrem. Exoni, do më të shkosh tek Exoni, ti duhet të shkosh tek Exoni që të bësh pjesën e gluteusit, sepse punojnë me shumë pesha, dhe normalisht shumë pesha këmbën e fusin në braz, domethënë peshat e fusin në braz, vetëm duhet të dish dhe të kesh teknik dhe duhet të zhvillosh një herë të thash muskujt e holle tham dje që të kalosh tek peshat. Po era e ka bërë me jeni të shtrenjtë. Jeni të shtrenjtë për përballohen. Po era e ka bërë me gramozin. Jam njeriu më lirë, por nuk kam kohë që të merrem, se do isha marr me ty dhe do të kisha marr përsipër për 2-3 muaj, por nuk kam kohë. Është vetëm koha. Është vetëm koha. Personazhi i radhës është Francesca Jace. Nuk e di, kthiza këtu më duket pak. Francesca nuk e do palestrën fare, ti je sigurt domethënë. Nuk e ka qef palestrën. Francesca është vajzë shumë e bukur. Ka tiparet shumë të bukura, po
gjithmonë e ka adhuruar trupin e bukur, sepse më shkruante edhe mua si ta bëj këtë, si ta bëj atë, gjithmonë më ka pyetur. Dhe nëse Francesca do ketë hequr 100 gram dhjam, është e mirë kuptueshme sepse e ka pasur pjesën e kompleksitetit që dua në bark të bukur. E dashuronte barkun e bukur, por nuk e di, ai ka bërë palestra apo ka hequr. Unë nuk di gjë. Unë mund të them për Kimin, mund të flasim për Kimin, kur Kimi bëri pjesën e viteve. Të bëra i ka. Absolutisht, sepse kishte një mas kur e kapnin paparacit, se duhen fotot e paparacit, duhet ajo foto e pa photoshopit. Ajo, po, shablon. Ku ishte ndërhyrja lart, një mas lart e pa justifikuar, sepse kjo masa lart është shumë e vështirë të ndërtohet, dhe kur ndërtohet si muskull i vërtet, krijon dashi pa dashje dhe pjesën e zjatimit të latissimus, pjesën e poshtme të shpinës. Dhe kur kjo mungon dhe kati i 8, po ti ke katin e 9, kat paleje, ndërtim paleje. Kemi një femoral i cili dashi pa dashje, kur ti stërvitesh, formohet dhe do dali se s'bën, sa ai e mban. Daljen e pjesës së gluteusit minimum dhe maksimum. Protezë duke? Unë nuk mendoj se protezë, po besoj se shtim dhjami, që e dhjami të barkut kur e hoqi që i duke i dhe kërtisa dhe unë mendoj që ka qenë një lëvizje e masës dhjamore dhe injektimin i saj në atë pjesë. Dhe ka qenë majmend Rozana Radi e bëri në YouTube. Po, që doli dhe tregoi. Shumë fair, shumë e ndershme, pjesa e saj që donte e dashuronte trupin e dobët, pra është pjesa e kompleksitetit që dua ta shikoj një herë barkun. Shesh dhe ka guximin, gjen doktorin e mirë dhe e bën atë në mënyrë të shëndetshme. Unë di të them që pjesa e stërvitjes, natyra e mirë, larg, shumë larg telefonit, larg 5G-s, shumë larg antenave, do na bënte shumë mirë dhe për pjesën e një mendje të ndritur, sepse njeriu po i fiket mendja dhe çfarë shikon e merr dhe thotë është në rregull. Mungesa e oksigjenit në tru i bën që ka kapur mungesën e oksigjenit në tru, ka kapur me atë. I bën që të shkojnë të bëjnë ndërhyrje. Jo, nuk është mungesa e oksigjenit në tru. Është mungesa e informacionit të saktë dhe është ajo preja, janë pre e botës së lekut. Janë pre e botës së frikshme, është bërë gjithë shka monetarizim. Do më thënë, në momentin kur fitnessi, gjithë ajo strukture jona, disiplin, lodhje, kthehet dhe e merr Bill Gatesi si të dobësohem, e fut në Ozempik aty brenda, dhe unë i thoja mos e përdorni, sepse ju mund ta bëni me një berperin, ju mund ta bëni me një lëkarnitin, ju mund ta bëni me check-upin, mjafton të shikosh atë mungon vitamina kjo omega 6, e cila të ndihmon në eliminimin e masës dhjamore. Pra janë disa receptor beta 2, beta 3 që të ndihmojnë për të djegur këtë masë dhjamore. Mjafton të vraposh. Eksakt. Si mund të shkatrosh trupin se nuk dua të vrapoj në mëngjes. Vish atë bluzën e pambuku, dil vrapo aty. Më pëlqen që kemi dhënë mesazhe shumë të bukura sot, Dorina. Domethënë ti flet dhe besoj që edhe shikuesit kanë marrë mesazhet e tyre që duhet marrin për shëndetin, për trupin e tyre. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë. Edhe unë falenderoj Kaçamistra. Jeni shumë të bukur dhe jeni shumë të këndshëm. Faleminderit që u morë me Kostianin. Që e solle pak në Terezi, shpresoj që ai i aktivizoj muskuj për një ditë. Po, për një ditë. Nuk bëhet për një ditë. I doli dirsa një pllem. Për një ditë ai është trembur. E vërtet. Do ta shohim në puntatën e radhës të premten tjetër ora 8:00, ndërkohë që ne Artemis këtë herë do ta mbyllim me Vox Popin. Kemi dalë në shesh dhe kemi pyetur njerëzit për tradhtin. A e pranojnë se pranojnë, po të tradhoj shoku, do ja tregoje partneres të shoku, gjithçka tjetër. Ndiqeni, ndërkohë që bashkë ne do rishihemi të premten tjetër. Na ndiqni, sepse ne për çdo gjë themi what the fuck. Pafshim. Hey guys. Hola, mi niños. Hey guys, welcome back to our channel. Shiko se tani kemi dalë në shesh sërish, por këtë herë do të pyesim për tradhtin. Tema është serioze njerëz, do me thënë, a falet tradhtia edhe para shumë kohësh dhe pyetja në qoftë se shoku, miku, mikesha juaj po e tradhton partnerin, a do mbani tanën e mikeshës apo do ja tregonit partnerit që po tradhtohet? Sa herë në javë mund të pranosh ti që tash fasule? Një herë në javë kam vetëm dielën. Po, si që lash të dielën ha dhe fasulen? Po, po nuk besoj që ky Vox Pop është për mua, është për qytetarët, kështu që le të shkojmë. Nëse gruaja do të kishte trastuar në rinin e saj, do ja falje trastin? Nuk do t'ja falja.
Edhe pse ajo ato gabime ka bërë para 20 vitesh? Para 20 vitesh nuk e di, unë çka ka bërë ajo. Po si do ndahesh ti për shembull tani në këtë moshë, nuk ke nevojë për gruan? Po kam nevojë për gruan. Pastaj atë grua që kam marrë unë e kam zgjedhur. Pse e ndjen njeriu të nevojshme për të tradhtuar, se nuk e plotson nga ana Ndoshta mos e nuk shkon mirë me të. vetëm nga karakteri apo edhe natën? Qoftë nga karakteri, qoftë nga gjitha gjërat e tjera, domethënë që nuk u përputhen në mendime. Po vetëm në mendime tradhton, po për shembull krevatin, Urdhë? kur nuk përputhen në krevat. Tjetër puna jo. Tradhtia është simbol fjale, po nuk ekziston. Tani ti gruas tënde për shembull nëse ajo të ka tradhtuar para në fillimet tuaja, do ja falje ti tradhtin sot? Nëse e zbulon sot? Shiko, për mos të shkuar në ekstrem, unë ja falja. Ja falje. Po pse do ja falje? Se të duhet ndihma e gruas apo se Tani në këtë mosh, ajo nuk tradhton, po nëse ka tradhtuar dikur, po pse do ja falje ti? ja falja sepse kështu ka ardhur koha tani. Ah, më duket e do për gjellën e drekës. Edhe për darkën. Edhe Në qoftë se ju do zbuloni që mikesha juaj po tradhton partnerin e saj. Hapja rrugën dhe do vazhdoja rrugën time. do ja falje? Jo, para 20 viteve, po do t'ja fale. Do t'ja falje, po Sigure. po nëse të kishte tradhtuar për shembull para një jave, nuk do ja falje? Jo. Ti vetë ke tradhtuar ndonjëherë? No. Të drejtën. Të vërtetën. Ba se mund të kem dashur në një kështu... Si mund të kesh dashur, Jo, kam dashur, kështu- thuj. Ha, Si e thonë më... në distancë. në Si distancë. thonë Se keni pas dhe atëherë lidhje Ika. në distancë, Ika. Po në qoftë se ju zbuloni që shoqja juaj e ngushtë po e tradhton partnerin e saj, a do ja tregonit partnerit apo do mbronit shoqen? Jo, nuk do t'ja thoja. Unë mendoj që gjithë secili të krijojë vetë atë klimën e tij, unë nuk do ta bëj atë gjë. Kur? Unë e di, shoqja ime ka qenë e tradhtuar nga partneri i saj dhe nuk e thash kur sepse nuk doja që të futesha në një marrëdhënie që mund të bësha unë shkaktare atë prisjes atyre. E kuptoj. Ata më vonë u prisën në rrethana të tjera, në momente të tjera, po jo të jem unë shkaktare. Gjithkush e di shumë mirë se çfarë partneri ka. Gjëse ai gënjen vetveten dhe mbyll syt përpara një realiteti, kjo është problemi i saj. Unë vetë nuk do doja kur të krijoja konflikte midis një çifti. nëse ty do të tradhtonte gruaja dhe e merr vesh, do ja falje? Jo, Po pse jo? se fal kurrë. Po përpara shumë vitesh për shembull që Po të ka në gjoti unë tradhtuar. gruan e kam mosit kaloj jetën. Kuptot, kaloj jetën, derisa të jetë jeta. Tash i kam i pyetja unë. fol. Fasule për ditë hahet? Fasule për ditë hahet. Ë? Për ditë hahet fasule, dakord jam me ty për ditë hahet. Po pse hamra? Më vuaj. Po më gjellë të ndërroj kurse tradhti nuk e bëj kurrë. A gjellët i ndërron, po tradhtin se bën, lek do tash. Zbuloni që shoqja juaj e tradhton partnerin, a do i thoshit partnerit për shoqen? Normal. Do ja tregonit? Po. A nuk quhet kjo tradhtim ndaj shoqes në këtë rast? Jo. Tani, problemi i tradhtisë është fakti që nuk shkojnë mirë në komunikim apo në bashkëbisedim në krevat. E di si to një fjalë popullore, gjithmonë një gjellë nuk ka ajtë, kupton. Po, kështu ka thënë Artemis Senja, është një e famshme. E kupton. Domethënë që gjithmonë duhet të ndryshohet. E kupton. Ju vetë keni ndryshuar ndonjëherë gjellën? Nuk e mbaj mend. Ju këtë bërë mirë çfarë do lloj gjelle që keni ngrënë. Shumë faleminderit. A ndikon kontakti fizik, pra njerëzit mërziten duke e bërë me një gjithmonë edhe duan ta ndrojnë? Ja, s'është ajo. Po pse fasule nuk hahet për ditë, thot Artemis Senja. S'është kontakti fizik. Artemis Senja thot fasule grosh nuk hahet për ditë. Nuk është që tradhton atë që jo s'ke kontakt fizik. Ato që ke mendimet përbashkëta nuk duhet të tradhtosh. Okej, po tani edhe një pyetje të fundit, a tradhtojnë vërtet meshkujt fizikisht dhe femrat me ndjenjë, se kështu thuhet që femra po tradhthon me ndjenjë, me zemër. Ja, tradhtojnë të dy një lloj. Një lloj, a? Okej. Po në qoftë se shoqja juaj e ngushtë po tradhton partnerin, a do i tregonit partnerit apo do mbani anën e shoqes? Jo, do jepja një afat kohor që ti tregonte partnerit që tregoj atij ose ndryshe do ja thoja unë.
Po ta kesh trajtuar ti atë? Jo, nuk e tratoj, se unë e di se qa ka ajo në krah dhe ajo e di se qa ka në krah. Kam një pyetje. Ikën se të ikën Hahet e njëjta gjellë për ditë? Po no, tani. Grosh, hahet për ditë? Hahet grosh, nuk hahet fasole për ditë? preshi. Edhe një të fundit, Artemis Senja thotë që grosh për ditë nuk hahet. A mendon që është kjo një justifikim për njerëzit që tradhtojnë? Jo. Tradhtia është e pafajshme, pa justifikueshme. Po pra, nuk është e thënë që Është do të thotë që ti nuk ke mjaftueshëm respekt për partnerin tënd, që përmbash ndjenjat e tua dhe epshet e tua dhe epshet e tua se nuk kam qef ta them fjalën. Okej. Por pra thjesht ti duhet kesh respekt për partnerin tënde dhe nëse ti ke nevojën që të shikosh dikë tjetër, është më mirë që ti thuash dëgjoj, un kam këtë problem dhe t'ia thuash që shiko unë dhe nuk të jam. mbyllet me aq. Po, ose ndau, se ka dhe njerëz që thonë okay, hajt, po t'le, bëjmë një break edhe hajt, kaq. Ju gotha me Ajsa Abdini, a ju kanë tradhtuar ndonjëherë? Jo. Unë s'kam qenë ndonjëherë e lidhme, kështu që. Kështu që ti okay, je rehat. Hej, unë sot jam mirë dhe tani mirë si qam, po ju them dhe një herë, bëni subscribe këtu poshtë dhe mos harroni të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale. Andale alë. Ándale.